Hey, përshëndetje për gjithë shikues të Glam Radios edhe të Koha Vizionit, edhe nuk besoj që na se s'pedi kush ka ndjenizo. Do më thon, jo, po do kam elon hyllën me knunën. Ai doni hyrjen? Jo, hyrjen jeton të emisionit. Për të gjithë dëgjuesit e emisionit tonë, emisionit më të bukur dhe më të fortë në Kosovë dhe Shqipëri, para jush zonja dhe zotrinj Yll Limani. Do më thonë është hera e rrallë kur Fiona është mes dy limonve. Edhe sot dhe kik në atësin jo bashkë në mes po në qosh. Nese jemi dy limon në studios. Kalzo drejt që jeni kushëri. Nuk e dia jena kushëri. Jena kushëri, këtë pyetjet. A ti ka kalzuar? Krejt në tjafë, që ku jam milion letrat. Që unë e pëmë i këto ju. A i ki printua? Po, që i lash letrat për çdo rast, tash diçka le të na ndëgjon. Ai si përgatitun ka ardhur. Për ndryshe, Yll mirë se erdhe në emisionin Drive Me Crazy në Glam Radio dhe në Koha Vizion, dhe po shpresojmë që kena mi pas disa minuta shumë të mira së bashku, edhe dina që e ke pas një super javë të ngarkume, edhe ke qenë më aktiv se kur, po për ndryshe na mungove për një periudhë shkurt kohore, edhe kur u ktheve ashtu fuqishëm që duhet. Nuk është që mungu shumë pak për verës, po kena najtë pak njështë një... Pas ke pas këgja pun. E di, po dash me finalizu kështë albumin edhe pak mu bu interesant, atë një qëtësia para stuhis. Dhe me pak misterios. Po një që... Edhe i kish fshi fotos në rrjete sociale, këtë trendin. Pash kanë dhe me shato foto. Nëzata ta hopi. Jo, u kryem, ne e bëj zgjidhje me njëherë. Ej, faleminderit shumë që erdhe, se na tregove, Janise me na tregu pak më anku se sa e koni nga si tu për lames vetit, domethënë tash më jashtë emisioni për mu. Na që shtu jena. Gjithë. Jo, gjithë jena. Edhe është një barbifi që s'mujna me folë kështu live, po... Okej, po e nota. Janise ka thonë që ka me të ngucë shumë, kështu që veçëm të e prit. Mua? Mu. Aty? Mu. Ata ku pas me ngucë. Për luft. Kështu që ta shojmë. Jo, po përmbahemi. Për ndryshe peshoh që po vinë telefonatat, nuk ka telefonata, s'kena me pas telefonata. Faktën për momentin jo. Po, se kena çka me folë edhe po shpresojmë që kena me mujtë kena me pas kohë për me përtheku krejt ato që ai kena përgatit me Yllin, po para se më nis me folna po e dëgjojna një këngë të parë të Yllit, e pastaj po rikthehemi me intervistën, edhe po duam nis me një këngë ritmike prej aty në krejt albumit, po duam taksi se e di që shumë taksista në këto momente janë tu na dëgju, edhe shijojeni. Përshëndetje ke taksistave. Emisioni joni dedikohet edhe për ata që janë në komunikacion, dhe mundohemi t'regu ku janë pjesë më të ngarkuara, mi u shmang aty në pjesëve, po ja që sot domethënë nuk ka pjesë të ngarkuara, sot kemi vetëm muhabet, që Fion se mos e prek pak se s'njeta, kur të më shon të më shuaj Fion. Po ball. Apo kupton nëse Muj me frish, nëse e të broj. Jo, mirë është. Po vazhdo me pyetje majtë. Po. Hej, sa mujta me i llogarit, dikun gati 8 milion klikime e mbon YouTube veç deri tash komplet albumit. Në këtë platformat. Jo veç në YouTube i numërova. Ato domethënë një ekstra, po veç në YouTube çka mujta me pa e gati 8 milion ose edhe më shumë. Besoj që kam rritur. Prej krejt këngëve. Më the që e jotja e preferumja drejt tash është Mjegulla, dhe pse e di që e ki zor me i ndo këngë të albumit, se përderisa i kishti në list prej që ta pëlqy 30 diçka këngëve, 40. I ke pas opsion me i shti këto. Unë kom dash 21, po manej më kanë folë dhe më kanë bindë që ma mirë është, që është pak si shumë. Manej kena përfundu me 15, ndërsa kënga Kthem ka hi e fundit. Ka hi e fundit në album. Për shak se dësha apo du me shti në album, apo du me jap qatë në gjërëm albumit, më do ke pak Po e dëgjova me një intervistë që kështë thonë që tu ka dok pak si poena ekstra. Po, e kuptova sensin çka ke dash me thonë, po... S'kam qef me pas, dëshish, se s'kam nevoj me bu, mas marrë kanë kur me fitu pik, as këto, as në diaspora, as kërkon, s'po dish me Ato i ke fitu edhe me prodhime tjera, po. Ma ne kur jalshova halës tam, aje e të në Gjermani, edhe dëshish reagimi saj ke shumë i mirë. Shumë i mirë, edhe thash, apo të doket e sinqert. Thash se nëse nuk të vjen sinqert, nëse të vjen që po mënona me qëti me kaj të ngu, thash unë se qes. Tha jo shumë e mirë edhe tani. Edhe dul e sukses me vendimi mirë i halës. Kisha qef me dal dikun jashtë me përjetu qatë kongë. Mëre që ashtë një koment që e pash që unë jetojnë Kosovë dhe po vajtaj. Po den, vish me largu pak. Së është edhe për mos me vajtu këtu, po. Kush është personi i parë që a jep tekstet me këshyr para se mi lansu? Kërkush.
Domethënë nuk ja kërkojnë atë tekst. Jo, nëse kam ndaj fjali që mungon ose nëse kam ndaj problem që mendoj që ka problem gramatikor ose whatever, se s'ka sens veta ose koha ose çish shtjellohet konga, normal ja çaj babës tam, edhe I tham qa po thu qëtami me thonë qështami, me thonë qështami, ja po doket e tepër që ja po doket po për ndryshe jo, e kom qëra me kalimin e kohës te e krijan një farë sistemet vlerësimit tonë kështu personal. Edhe nuk keni nevojën me u konsultu ndoshta me... Po, kam qef mi u pëlqy njerëzve kur lëshoj për shkakun bonartit ekipës, kujdo, kam qef mi u pëlqy se nëse është më pëlqy më shumë, po nuk do më thonë domosdoshmërisht më pajtu ose nëse bën sens për ty, do më thonë me bë sens edhe për nëse më pëlqen mu, nëse më shtin me kësy mu, nëse më prek mu, dyqysh edhe ma let I bindi tjerë se që kjo është. Kur nuk e vrej kur një kongë që e këmbo nuk më pëlqen, kur t'alshoj edhe tu t'alshu, dyqysh më nuna dhe marës që tu, me ta bo jo së është e kry ma alo, nuk për ditë që ke vete, po t'ingoja. Se ato foton kur I tregojna, prisi që tu ka dollë ma mirë. Tu e thonë tani e di që së është shumë, së është s'ko ka të më pëlqy shumë. A ndodhë shpesh që kjo? Ndodhë. Gjatë procesit. Qërë njerëzit I ngojnë kongë të vish projektet e kryma dhe thojnë, mendojnë që të sa është kënë studia Jashallan, ka dit që s'ka diçka ma të keshe njët, po mendojnë njerëzit kanë problemet ty në halët dhe të ma të ndoja se qka që ko me thonë, po unë personalisht për veti si artist, s'ka dit ma të keshe se sa kur shkën studio, pe orës 12 një ditës, edhe deri në ora 10, s'ka dollë qoftë as një harmonie mirë. Ai blokimi artistik. Do me thonë, dohet me zamër të thyme më këthy në banes, edhe të nesëm në më qu edhe me thonë, okej, nuk kam u përsëri dita djeshit, sa të përshkoj për provej diçka tjetër. Ka raste kur ka ndodhë dhe me jaftë të rabëden, po e mira jam, është edhe vetë s'nalna, edhe I kam njerëzit për rreth që edhe të motivoj. A ka në I tem që se ke prej kalo, që s'ke gudzu me prej kalo, do me thonë kongë, që e kin mendje, po që se ke marrë gudzimin deri tash me prej qatë kongë, qatë tem? Jo, me kongën Rruga, këmi pak në... Rrugve? Lugave, se u dosht me... U konga ma e para hasshme mi afishu në shpe, në sensin që është ka gjanë një farë kongë... Me njoft pak yllin. është ka gjanë një farë kongë që... ka pak Unë e qëre që kom shkujt të pytjen, su kërë përmende marët mjegullën, Rrugën edhe një kongë tjetër, deshta me u potencu që janë 3 kongët e tua personale. Janë kongët e vetme në album që I ke shkru ti, pa ndërhyrjen e dikuna tjetër, të pak të në përshkrim që shto është, që I ke bo ti. Janë kongët e tua ma personale. Edhe kjo Rruga është një kongë që po mdokët po reflekton një monolog, një bised me atë alter ego që po përmendet shumë si term jashtë, a është që kjo paka shumë që ka ke dasht me përqu me këtë kongë? Rruga është edhe jam të I fol dikujt. A është Ylli Vogël a I në ekran? Ylli Vogël është në ekran, për në kongë jam të I fol edhe asaj. Edhe këti që ta shqeje. Jam të I fol edhe Yllit Vogël që është shumë qëra. Për artë parë për foli për Rrugën kështën. Ku je konë në ato momente kër e ke bo qitë kongë? Se po mdo këtë je konë me një pozicion të shtirë. Nuk u kanë edhe ma I shtirë, u kanë ma shumë shpesh herë në jetë përfundon situata në lidhje në raportet punës çka do kof, që thu s'po m'pëlqen se meritoj, unë meritoj ma shumë, unë se meritoj që trajtem bota vërdesë ndat. Edhe kur fillon tash mi u kazu njerëzve çka jetu hek ose çka jetu kalu në qatë dinamik, unë e vrejta vetën me një pikë që nuk do më thonë, imaginoj, jam të të kalzu ty, jam të të anku ty, jam të thonë ma boni qështoj, ma boni qështoj, ma boni qështoj, po sa ma shpeshe përsërit qatë ma pak më bënd t'ke. Sa e kuptova që ki edhe t'ja finitos të gabimeve. Të tjere të rasteje nuk të kanë faj për situatat cilat bëhen. Mas pare dush me bu pyetjen ka e kem su që të rrugë, pëse je veç që të rrugë. Edhe normalisht e hen ka pak felit, edhe ka pak lexon, ka pak studion, ka pak reflekton, ka pak ki bisedat, bën bisedat këndshme dhe të pa këndshme me prind, ku I kritikon ju lyp llogari për diçka që ka ndodhur gjatë fëminis, ose shpeshar ju them se s'm keni rrej, ose pse s'm keni bërtit më shumë, ose pse s'm keni forcu më shumë. Fëmia tash domethënë edhe ata më rruga është. Unë e du shumë secili njeri që po e dëgjon këtë intervistë, s'du më kesh kuptu, unë e du shumë familjen tam, edhe I du shumë prindë me. Po ata para se me qenë prindë me. Po do të thonë që të kanë lasdru pak më shumë se ç'do. Ata para se me qenë prindë me kanë qenë njerëz.
edhe njerëzit bojnë gabime. Normal. Edhe nesër kam e bu fëmijët e mi edhe dikon kom jashëllu, dikon s'kom jashëllu. E rëndësishme është na këtë pikë, këtë moshe na krejt, me e kuptu që disa rrugë nuk janë tonat për minjek, nuk kena nevojë me shku ka kanë shku ata, mujna me zgjedh rrugën tonë më të mirë, më të ndritur, më të bukur. A më kuptova jo? Po të kuptova. Mos me shku hapave të njëjtë, nuk është e domosdoshme me ndjek këshillat gjithmonë të personave që kanë kaluar me një rrugë, nuk do të thonë që kon rruga duhur. Qëra, s'do më se veç se një mendem ose një këshill është të ardhur prej dikujt në familje që kanë 100% mirë, jo, se kanë mirë. E kanë mirë, po vijnë prej një konteksti tjetër, vijnë prej një kohe tjetër, tash në 2025, s'mënesh në 3 me këshillu që ke këshillu dikën 1995, se u kanë tjetër situatë, tjetër dinamikë. E ideja është shpesher përfundojnë në dinamikat identike me çka kema patu rritë dhe s'na ka pëlqyer. Pash para do ditëve një shaka, një thënie ke kështu tash i larg asaj, adin domethënë me distancu këto prindrit e tu dhe prindrit toa në përgjithësi, ke që edhe budallajn plakën, kështu që nuk domethënë me i dëgju veç pse janë plak. Po atë mundet me pas gabim hala. Njerëzit që na kanë bërë, që na kanë rrit, ata asnjëherë se dyshoj që na dojnë të mirën gjithçka çka e thojnë, po kanë njëre prej sikletit, prej halleve, prej për shembull e kam pas shumë problem që mu ka ndok prindët e mi të njëjtën i kam çu në hava që kam thonë sa të mirë janë, sa të tolerueshëm, sa shumë bojnë për tjerë, ta vëden, jam rrit me çditje që kjo është virtyt. Tani te ja nis më rrit, më pjek edhe shoh veten që i toleron veten keq në situata, se jam super i babës tan që kanë shumë tolerus, edhe jam super mamët që kanë shumë tolerus. Kaloj kemi këtë vetë sakrificën si virtyt shumë të rëndë. Mu shumë përqan jo, nuk kam qef mu vetë sakrifiku, edhe kam qef nesër fëmijëve të mi u gazu që ti je primar. Ti je primar, edhe nuk i nevojë me mohu veten ose më zvoglu ose më tut që po nxan vend ku tu ulesh në emër të mirësjelljes edhe edukatës edhe mirësisë. Kupton? Po të kuptoj. Kështu që ç'kjo. S'di pse e bona atë pyetje. Çe po bëjnë një tjetër. Më dhan kish shumë hite. Po. Dhe cila këngë e vërtet. Mos bëm po vëlla, kish shumë hite. Është humble. Kemi këngë të bukura. Kish shumë hite. Po cila këngë të përfaqëson ty si Yll Limani prej krejt këngëve që i ke lansuar deri sot? Nëse krejt këngët pe YouTube-it ishin fshi, edhe ma këshin bo pyetjen, cilën e këshe lan, po në gjithë kam e thonë najherë. Është këngë moti që ka dalë, është antologjik. Një 16-15 vjet i ke pas? 17. Edhe është jumpstart i kështu, është se me thonë si përmbledhje krejt këngëve të mia që ndoshta kanë dalë edhe ma vonë. Normalisht, emocionalisht jam ma i lidhën momentalisht me albumin e ri. Gjithsar dalin këngë të reja që ti du ma shumë sa normal. Ato të vjetrat, po s'po du në amër të PR-it për albumin e ri, me thonë që e kisha zirë një këngë të albumit të ri, se më vynë është edhe veç edhe pak dit që me rikëthy apet më buj jami, se dyqysh është jami deri ditën kur del më do këtë që është i krejtve. Është ta për momentin. E tani kthejt apet buhet jami dikur kur janis e më dojnë këngë tjera. Ma si pat mjegull shumë jashtë. A u kon titulli qëllimshëm me qitë këngën kon mjegull? Jo, mjegulla qysh na pruhe mjegullën. Mjegulla është shumë interesant. Këngë është metafor. Mjegulla në ra nuk përshojmë dritë. Unë mesoj që çdo vitet e fundit, sidomos mas pandemisë. Kjo ka këngë kështu pure romantike, dedikim romantik. Edhe ka, jo, që mendoj kështu, ma shumë për këngën. Që prej pandemisë e knej, disa terma të ri që dalin në për TikTok, në për rrjetet sociale, dyshysh njerëz ja kanë nis me i zbe ka pak me i zhdu kategorit. Dhe këtë nërë nëse ke fol me dikën, nëse ke dal me dikën, u llogarit që ke fillu lidhjen me dikën. Tash është ashtu. Date. Tash është ose date, ose ti del me dikën, e ki në raport me dikën, po dyshysh krijohet një farë situatë që s'u thu që kjo famna jam, ose ajo së në të për ty që kjo është situationship për përdorin në për TikTok. E tani situationships unë e pash vetën, edhe njerëzit për atë, dhe krejt që e kisha një farë konstelacionit situationships që ishin të mjegullafta, së më ishe mja qitë emrin saksisht qka është, për shumë arsye të ndryshme, edhe një ditë për ditëve kërë kanë mjegull, e shkruva nos mjegull, a thash sa, gjithë këm pas shaf me bu një kongë me kongën. Një kongë me titullin Mjegull.
E bukur. Është në treshën tam për shembull. Thank you. Nga të paske? E ko patru në treme me mëzi. A i na do t'nosh? Nëse thash këto Une po t'ja i besoj të që jena, knosh. po besoj që jena t'u knosh na po shpresoj që edhe ti e t'u knosh. Jo, më lodhi është koncept. Edhe unë kisha propozuar shkort me ngu kangën rruga, se kena fol shumë. Po, unë të kaze kur më nalë se është shumë e gata dhe tani shkën të u bu. Edhe jo është shumë mirë, domethënë që po e shohim një kangë me 4 minuta. Shumica albumit ka ashtu, a thash Adicim? Po, thash domethënë komplet albumi është me 3+. 1 minutë e 52 sekonda, si ato kangë. Reklama, sponsor. Ja, është plasi, kam nevojë më shpreh. Kështu që po e ndëgjojmë pak edhe tani po rikthehemi apo? Sa herë më ke po klipin, edhe tekstin, edhe është se një Për me kuptu si pako. është se një farë hyrje, dush me pas edhe gëzëm me hinë për çato arkivat e fëmirisë, edhe me u përball me çka ke kalu, edhe më anis me ek fajin për vetës, se unë mendoj që shumica e gjeneratës tanë, po edhe gjeneratës për në veton, domthon jena të pushtuar prej një farë traume të fajit edhe të marrës, apo den tangohen. E kur si fëmijë përballesh me situata që s'pëlqejnë ose ndodhen sane që s'pëlqejnë, zakonisht ke tendencë vetës me alon fajin. Edhe kur tritesh çka do të ndodh një që s'et, thuon e kam faj. Ka njerëz s'është faji të hesh më të tjerët kanë faj, edhe të tjerë dush me kallzu vendin e vet, po. I kena bë do pyetje. Okej. Për secilën kong. Po, për secilën kong, domethënë e kena marr emrin e kongës, edhe e kena bë ka një pyetje me secilën kong. Edhe po doja me ti po ai përpara, po ato pelojna pak para fundit. Edhe kjo është me titujt e kongëve. Ai ki edhe ti përpara? Kan pyetjeta? Pyetjet. Po. Çka është ajër për yllën? Ajër për mu është çka bëj, liria që më bëj çka du. Bashkë çka dona? Po. Okej. Ai është më kazu kërkosh ç'a më bëj. Kuptimin e mirë të fjalës. Po çfarë do? Po, jam i pavarur, po. Mirë, emocionalisht. Të çka pyetjem s'po di. Njëri ditës saj natës. Profesionalisht, emocionalisht, a? Po. Njëri ditës saj natës. Tash i të dyjave po mdoket. Ditës. Se është shumë e rëndësishme edhe kur inspirohesh më shumë ditën a natën. Po inspirimi vjen në vendin e punës. Domthonjë një këngë këtynare shumë i thari asaj që kur të më vjen më kënga dhe ideja dush më shku bukurësh. Edhe më ul, edhe me punë. Sin kimike në janë. Ose kanë janë idetë dhe ide kreative vinë edhe në vende të çuditshme. Çfarë është zote? Domethënë është duket vetë se kënd një instrument edhe zoti është të zgjedh ty më thon. Hajde se kush ka ideja jote. Cila erë të përfaqëson më së miri? E pas lakët. Soda. Era zbuci tehave, më thon. Okej. Po çka mendon se ke qenë faj? Po na për shumë sa. Faj me 3 oja. Me 3 oja. Kur gjë ka ik? Po kur gjë si ka ik? Hiç. Unë thash kur e ftoj dikën, kom shef me ditë çka kom e fol. Për çfarë çu shka dhe njerë pyetja se s'po për çka mendon se ke qenë faj? Faj. Për diçka që mendon se ke qenë faj. Ka pak kom rajt ka njerë, ka pak kom manipulim, ka pak çu. Çka lëvizja e dorës po kallzon që jetu rajt tapet. Vallaj shumë të rajt. Se më dhe bash njëri më i mirë në botë, domethënë. Nga një shtrat e bardha. Okej. Bravo. Edhe të Nga cili vend ke qenë i mirë me ik? Ku është ai vend? Ku ka qenë? A është halo? Gjithëm kanë i mirë, po, gjithëm kanë i mirë me ik. Me komet, çto gjithë komunikimi nga përkushtimi. Nga përkushtimi, po. Në një lidhje romantike, gjithçka, martesore, profesionale, shoqërore. Gjithë komunik me ik shumë lehtë, don këgja shmang si ai halo? Kam qaf me besu që jo. Po ke qaf me besu. Fol mirë atë, zotni. Për çaj këto, a? Ai si kam Superman shaj. Ai kam Superman, ke pyet. A ke dosh na herë me fol po s'ke mujt? Në bas kongëve më mdo këtë që po. Po, a dhe që shumë bërë pe kuptaj sa dramatike me tekste në bas të pyetje që mi bëne. Po tash prej pyetjeve tua kanë dalë krejt, prej pyetjeve kanë dalë. E po ta dhe një pyetje për qitë pjesë, po tani ta bëjmë. Ka njëre, për shembull dikush bën diçka gabim, njët, çfarë do lloj raport dinamike dhe ti s'ki qaf me hub çat njëri. Po diçysh. A mundosh me ashtu e tu të paktën? Po ajo është e para që ndodh. Po tani diçysh edhe nëse fal, çka ki me fol kur të rënd me ta. Dishysh çka është bëhet një farë qetësie si klash me të gjithë kemi u kthyer te çaja ngjarja që ju ka largu aty te vani. Hajde çfarë është pyetja që ke të bëu?
Po më japni stres se kam një pyetje ta bëj tani. Bën tash më njëherë. Pyetja ket tash po cilësohesh ose albumi po cilësohet si një album dramatik që i bën njerëz me kajt, me vujë. Unë hecë besoj që tham. Po, e deshta me të pyet, a është diçka qëllimshme, a është diçka që po ndodh gjatë procesit, apo është një farë gjuhe që ke zgjedhur me komunikuar me publikun? Ata e kanë zgjedhur me komunikuar me ty përmes vajit. Të dashur dëgjues dhe shikues. Nuk është qëllimi. Jo, unë. Për që për të vajtoni. 3 javë para se me dal albumi, kam shku në zyret e labelit 360 dhe ju kom thonë që po mendoj që ka shumë pak balada në album. Literalisht shpiu ka shqetësimi jam, thesha është kthem, është mjegulla, është kisha dash me të fal dhe gjithëm koni mirë me ik. Dyqysh. Po veç parën që dhe këngët ritmike mujnë me të bo me kajt. Po na, aty është faji juj, nuk është faji jam. Unë nuk thash që kom kajt. Profesionalit bota, ajo konga është mi që dur me kësy. Edhe njerëzit TikTok-a Instagram i shumë ti që dalet. Aty është faji juaj, nuk ka faji jam. Nuk është faji jonë, është situata që njerëz në shtaj janë aty. Unë e mënu me bo një balans mes lumturisë dhe dhimbjes në album, vetë njerëzit gravitojnë. E pas ke knoq. Po mënona mi a spjegu që mirë që a spjegova dhe të na limon që shtu i shumë sanët. Po dhe... Vë ju jeni happy, jeni gjallë, jeni po mirë dhe dhe unë isha gotë që më të mbushur. Unë po flas në emër të publikut, jo në emrin tim personal. Unë e qas verës atë po dhe unë publik jam këtë rast. Po, ata të koj. Ketë verë, e qas kongër me Sidartën, paja, ketë në regull, edhe e qas kove të fundit, zdi qka kam mo, po më në gjystë korrikët, fund pikë të verës, viral. Edhe njerëzit tojnë që kjo është. Tani, une, pësa mësë me kesh përdur këtë predispozitën e popullit tonë për mjë përqy kongë të vëshme? As po djenë gjuna? As një pikë. Se po donë mu këthy? Më këthama, po du mu këthy... S'po du mu këthy? Pse ish dasht mu këthy? Pse ish dasht, pse du të mu këthy? A me folë për kongën këthama, vesh më përgjish në pytje, shtu interesant. Po tash, qysht e ja, ku e ke autorin, që? Qysht e njën ti vetën. Ju limon të masi kështu në ashtu, vazhdo. Pytje që së më përqenj i harraj, hajtë bë madhe njerë që të pytje? Pse po donë mu këthy? Pse ishe dasht mu këthy? Jes, ish dasht hesh mu këthy. Do më thonë, si ishe dasht mu këthy? Okej, në po më ne kështu, une me qka dasht, tash, a këthet, as këthet. A këthet, si ish dasht, po a këthem. A këthen, as këthena. A këthem konga po, këtheni nga... Kush është më shumë se ti? Kush është më shumë se unë? Kërkosh. Kush është? Po nga më qëfar pyjtë e filozofike keni e bo kush është më shumë? Është titulli i kongës tonë, unë e kam kush të do më shumë se unë, kush është më shumë se ti? Ma shumë se unë, ashtë? Po, kush të do më shumë? Okej, dhe kush është më shumë se ti? Ta është të dosh me këthyt e ti? Në cilin do aspekt që po ki qef? Hajtë po thëmë kërkosh. Okej. Kujtë si janin për yllin? Ishe që di që plotve. Jo që s'ja unin, por nuk është që komedit amalgamon e kitë pyte që jemë të me bujmë të i marrë shumë personali. Okej, hajde të buna pak ma general. Edhe njëre pyten. Kujtë si janin për yllin? Qa me thonë? Ka dhe prej atyne që si janin? Ka. Vështirë për të bestuar, po pas ka? Sa ty s'pa të bestuar, më më nëse ti e numër 1, kush është numër 2? Jo, gomne, veç pa. Plati të plati të. Se vishnjanën s'kumet. Ata qeli pak balkonin. Ja ka nisë më kom shumlet. Se e së dhe një të atmosfera. A unë konga është halaje numër 1. Ska lidhja ti mënush me ka numër 1 në diçka, edhe dikush me ka me njerë numër 2 mas teje, edhe që kishe pas qep me pas numër 2 qape. Është... Ha që shishe përgjishte për shambull, me ta bu dikush që të jem. Shke pyetja, nëse ti e numri 1, kush është numri 2? Për mua është puna. Okej, përgjigje mirë. Puna, shumë më qanë. Talenti? Puna. Muzika, puna. Familja, se harrum. Kur jenë di mirë pa to? Mirë pa to jëm di qëtash. Në albumin e fundit. Në albumin e fundit. Kush e personi që e kështë marrë ose që e merë me veti kur nisësh sonte? A sonda, për shambull sonte, kena me shku me një ditlindja dikën, edhe kena me shku njerëzit që kanë organizu... Si surpriza? Okay. Jo, njerëzit që kanë organizu ditlindja, një në me qëtmin në Shqipni, dhe më kanë bo ylli, merë... Këtë duash? Këtë duash, edhe eja, unë i ku marrë 8 veta. Se si shtish edhe... Abuzuz, do me thonë. Se si shtish edhe... Jo, edhe marrë, unë i va pa kesh kur shkujnë aty me 3 kjerë, plus 2 apaven? Po dhe thash me pas vo komplet, se 5 me 5 ishin do, po nejse. Ishtë të kënash.
të s'para thirë kërkush. Cila është rruga e së ardhmes për ty? Se folëm shumë për rrugë. Për asfalt. Perifrazoj, apo çfarë të pret nga e ardhmja? Po. Rruga e së ardhmes, po. Lutem për një shëndet shumë të mirë. Okej. Kur gjën këmbem shëndetit, nuk du, kur. Edhe shumë më ofër njerëzve që dojnë muzikën tam, live do t'jemi në 2026. Kjo është rruga që duhet ndjekur. Kur jenë taksi, edhe nin kongën tone. A e nin, a e ndjen? E dyjat. I përshëndes krejt taksistat, shumë kom qef kur hipin taksi në arkur është kirën servise se u prish diçka. Shumë i duhet shumë foli si. A të bojnë muhabet? Janë, qëra, nëse a nisi me foljen. Nëse s'foli, po tani kur është ajo. S'ka qef me fol. Po, so na ujna për mas pak atë, kështë si e para po. Edhe gjithë është një farë sikleti, një farë qëtësia, ashtu e siklesh me tani të qysh më vjen kesh. Presim ti me thyakullit. E tani në thamë, qëfar komunikacion nga najsan, edhe tani janë nisi folin. Qëre, e kena një deklarat me lëshu, para se me ta bo një pytje, që du me dalë të koncertet, po e kena një deklarat që është bo pikrish në emisionin Drive Me Crazy nga Dugi Isani Hillit. Limani ka qenë aq i mirë që është mu ka bo përshtypje shumë të madhe edhe më ka bo mu mburë pse kemi jep një hapsin të tillë Yllit sepse ai e ka kuptu plotësisht se çka do me thonë me performu para 35.000-40.000 vetëve në festival. Do me thonë ka pas ushtrime, ka pas pregaditje të veçantë për festival, edhe Ylli e ka dokumentu vetveten edhe ka vërtetu vetveten si një prej pop yjeve më të mira në Kosovë, kështu që jam shumë i lumtur për ta. Unë e vëdu që u presh mikrofonin se janë nisim emocionet, janë nisim fladit. Çka po thonë? A e ke po mas pari këtë deklarat ma herët? E ka po. E di, e ka po se edhe kum po në përmes rrjeteve sociale. Dhe për mua vetë se është diku, opa, që shkoj kamera, ku po shkon Arsen. Unë alu këtu. Për mua vetë do më thonë ke qenë artisti i festivalit. Po ta them kështu, jo pse jena këtu, po ka qenë kënaqësi shumë e madhe për me përjetu me një festival aq të madh, me pa një artist venit ton, çeri ton, tu boqa si performancë të jashtëzakonshme, tu jep çat shumë rëndësi në festivalit. Më ka bo jashtëzakonisht master, do më thonë të tjerë i kum ni, po si kum dje. Dhe më ka bo shumë mirë, po a ka qenë pikrisht që kjo puna e Sanil festivalit që ki performu live, që e ke bo edhe koncertin, edhe që i ke pas 3 supernet të stërmbushura. Unë kom pa faleminderit për fjalët e mira mas pare, edhe duke në kom falenderu personalisht edhe atëherë, falenderoj edhe tash për këtë super kompliment që e ka jep, se ka mujt edhe ka pas aty edhe këngëtar tjerë që kanë performuar. Vërtet ka mujt mos më përmend, po e ka thonë edhe në vlerësoj edhe shmaj tepër shumë edhe Dugen, edhe Sanilin për krejt mundësit që ja japin artistave lokal për me kallzu veten. Kur ka ndodhur Sanihili, bonartën janë një muaj e gjys 2 para se më ndodh, tha jena në Sanihil, thash okay, tha dhe jena të dal live. Unë shoh im kanë kategorikisht këndon. Qysh? Thash qysh live. Në sensin që na e kena ditë që deri në atë pikë unë bledhe një herë, ma para disa vjetëve kisha performu me DJ, që shkam bu krejt artistat lokal, po tha, pi pysem, nëse mujnë me na e hapësin për bashkëpunim, nëse ja u dëshmojna që kena me pas ekipën, teknikën edhe me i respektu regullat e një skenet qasht madhe, që u dashke një dreqe gjys, të me thonë njerëz me ardhe, inxhiniera për me qa vëdi. Unë se gjithmonë një natyrë skeptike edhe i pasigurt se këtë artistat në industri u kanë të mshu shpirti të më thonë që dhe të provave që i bëshëm së dhe të fatjone. Edhe kur dojla në skenë, nuk të raj, se për një marë nuk përdu mu bua ashtu shumë për tukë edhe modest bajat, dhe më shku nërëzve nirva që për në të gjojnë, po këmë thonë, okej, kena mjë lanë për shtypje, po jo, wow, jo në atë aspektin që sot jo më thonë fjallë që për thonë nëse me u bo një farë shifte edhe në industrit muzikës qatë natë. Sepse unë menoj që për gjithmonë, për çka jam krenar edhe për thamë, për gjithmonë unë ndërru.
Por që nuk nëse deri në atë pikë ti ke këndu para një turme edhe kur ja kanë ardhur DJ zonin kanë këndu krejt, çfarë mjafton më. Atë ndosh publiku ka nevojë e penin se unë kom pas sa falenderus edhe sa shumë më ka jap masani hille dashni. Në çdo koncert që kom pas, edhe në club shows, edhe në live shows që kena pas. Edhe u kam për tej pritshmërive të mia që ato komplimentet shumë ta edhe njerëz që më shkruajnë se më bëshë një kon më i mirë thosh aty. Po kthesa më e madhe mandej ndodhin 10 orë. Kjo kanë si nisje, nuk traj, me thonë se ka besimin e duhur për me e bo mas një koncertin 10 orë. Sepse krejt ekipa kena testu njoni tjetër. Po. Se më thonë, une bonartin apo deliver, bonartin mu apo muj me deliver, unë fationin se u thaqë të bendit apo monët, bendin neve, dhe më thonë, u kanë e ndershme si testim, po kur krejt kena kalu testet e njoni tjetër, bonartin pan vetë, për ndryshe përshëndesëm shumë, e përshëndes shumë. Del flet me Sallën Omëcan, nëse më përmend. Po mund shkruaj. Prej korrikut ai, prej korrikut gushtit, ja kish nis me dal me folë. Në 8 orë vjen më thot bir gati. Nuk funksionojnë në Prishtinë, në për clubs që ti marr, po be bujna koncertin ton. Oja besha ku. Një tjetër solm. Solm ku? Mo be ke namë se ja besha. Nuk po rajt, tash e dua shumë Omëcan dhe këta të çkan, po thosha ku është. Mo be ke po ti që se den e din njerëzit. A mushët, a vi njerëz, a kanë kulturë për me blej bileta online, e sa në ma bike, po I ke shpreh këto mendime edhe rrjetet sociale, më falësim që po ndërprej. I ke shpreh këto mendime edhe rrjetet sociale, dhe mas ju kryen koncertet e majnë men që të kom shkrujt, edhe tash ape kupton tash kush je. Jo, unë të pasha zotën, se halo u shike që nuk jetu e besu se çka ndodhi, çka u bo, kush erdh, edhe e ke pas si mjegull. Te unë është si një farë lloj kontradikte të njëjtën kohë që ka ndodhur. Unë e di që njerëzit e dojnë muzikën tamë dhe ju pëlqej dhe jam i suksesshëm. Po për shkak që jam të njëjtën kohë dhe shumë i izolum, e vetëm herë kur e preki çat fakt është kur dal në skenë, po edhe aty tani më duket që shme thonë, duket mu ka bu tash si gjithë është mirë. Po tash live-in. Jo. A di qysh ka qenë kjo puna koncertit, do më thonë për tani kur 2-3 para se më dalë falë që më ndërprej biletat në jo, falë që më ndërprej po në kom e full se mu më këni thirë. Jo, veç vazhdo. I thash banardhit këna më dalë me shit fizikisht biletat. I marrë shoshnita, një shkall me një qandër trektare, edhe tha për çka? Thash më dalë bileta, tha aji, tha më normal. Din që eksiston online. E tani nuk traj 5 dhjetori 2024-ës, mas aty në 2 natëve super magjike, për cilat jam shumë kënaqur për punën që kena bu krejt. Nuk traj që edhe të u çush më thon, prej çatyne, mas çatyne 2 natëve tani e di pak më mirë kush jam. E di pak më të qartë kam. E pas na bë pyetjen e saktë, domethënë. Vlerën edhe pozicionin e vetes edhe te unë, edhe në industri. Se deri atë vet, se qëre më qunë njerëzit në ato temperatura tepër të ulta, me hyp kerrëve qash larg. Jo, bë s'ka qenë larg, se do shta me thonë po dhe me ble bileta, edhe me orë, edhe mos me pritu dyqysh të shab. A di që ka qenë mirë, dhe më thonë, ka pas intervenca për me gjetë një bilet për një artist shqiptar. Në ndalë njerës me bilet të esha për me orë në koncert. Edhe kjo është një farë kulture që ju kriju që ka mungu të na, edhe ka qenë një diçka shumë e mirë. Më thonë, a është larg, as është larg, na kena shku me po koncertin në Shkop, kena shku në Amsterdama, në përvendet Evropës për me po një artist. Po qajo organizimi dhe qajo atmosfera që u po në qytet për me orë me një koncert një artistit tonë nuk ka një arzakonshme. Ka rrë gjallë pak kjo qefi për me shku me një koncert. Unë ashtë që thojnë anglisht se s'mu bo modest. U bo si a thing. Gëm, unë tash jem ma pak modest atër, po atë bot. Tash ju ka rrit pak. Me anja, jo bre, pa shazotën jo. Ama veç qatër e mundon. Qëre se për marrë me t'gu klub, dhe më thonë, e kam bo që sa vjetë dhe jam tepër me njës. Po dyqysh të shab. Po bre, po në ora 2 a dilet me knu. Po e tash nga, tash më shumë me flajt. Gëm edhe njëjt, edhe kur ka ardhë oferta manej për qëre, unë e sa do talent me konë, sa do punture sa ne, pasha zutin, nuk, edhe një takes a village që thojnë, se s'më di që me përdor, vynë një fshati tërë, një ekip e madhe, një ekip e njerëzve që më rrethojnë mu dhe që shpënojnë a bashkë që Sovjet, që me
Vesh mos mi fol idejat në për tavolinë dhe ato ideja me met abstrakte dhe kur mos më bë. Po kjo tregon shumë edhe për ty. Se kemi plot artistë që mas shumë viteve punë të përbashkët i kanë shkëput marrëdhëniet. Kështu që kjo tregon shumë për ty që e ke kriju një village. Që sa e ki Fationin? Me Fationin bashkëpunoj më shumë se 7-8 vjet. E kjo i kallzon krejt. Jepja çatale të lexon se jena minutat fundit. Jo bre se lan minutat fundit. Jo ato, kjo është për politik. Kjo është për mos me fol për politik. Është një poezi. Okej. Lexoje të lutem pak më kështu në mënyrë artistike. Me çit muzika me Jo, lëshona diçka Jo, ajde pret ç'është. Ç'është çetke. Në rrugë. Ndër mjegullën e natës, ndjej se më shumë se unë nuk ka njeri që do të jetë aty ku jete. Sepse 3 pika i pas një qitë s'pe kuptoj pse janë që 3 pika. Unë e bëj kësi sene. Pa ty, gjdo moment humbet kuptimin. Kisha dash me të falë, për zemra ime thot faj dhe tjedi, gjithë që më koni mirë me ik. Ndoshta për nis na sonde, në një taksi, drejt një ëndre ku era na përqafon dhe ndjejmë se hala jemi një. Dhe ndërsa kënga jonë luan dit e nat, e di që veç zanin me tani, gjithë shka do të kesh kuptim. Se cili më pyet nëse jam fucking stupid, po ata se din që unë po ndjej mal, dua të kthehem dhe të them, kthem. Okej, është kjo është të sënëmiq. Mund është me marrë me veti me boli tekst kongës. Tepër poezi që mi thonë prozë mesatare, kush e ka shkru? Kretë, do më thana, titujt e kongës thane, në tëtë, bo me bashkë. Kush e ka bu këtë ide ka që... Unë e kom e marrë. Që ku është? Po dhja me qudorën, a e ki për të mira për të ketë, vishtë ati? Qa qunë të mesatare. Nuk e di. E pëse mi që zësha, a i shumë krenare që a ki shkru që shike lidha po. Me baj gare në TikTok. Në rrugë, në rrmi. Okej, unë nuk e kom shku këtë poezi. Jo. Kjo është një përmbledhje e titujve këngëve të albumit tënd. Okej, të shndruara në një poezi. Mund është me përdor për tekst për na i këngë tre nëse don. Mesatare, i del kënga mesatare. Tash me zonin ton, me Fationin pak aty, pak. A Fationin ai sound design aty për mos. Po, del diçka po besoj. Pyetja e funit. A ka na i këngë tonën që nuk e kishe publiku për arsye se të ka ndryshuar si njeri? E gam. A ka na i këngë e jam, ja? Po, që se kështë publiku. Ka dal, as su publiku hala. Jo, që se kështë publiku, ose su publiku. A, është e kryme me su publiku se qa kishtë ndodh? Se ka ndryshu si njeri, se mundet me të ndryshu si njeri, komplet. Kanga? Po. Jo, nuk ka kangë që e kom bo që më pëlqen pak dhe që se kom qitë. Se di a i natë qarë, qa janë të pyjtë filozofike? Filozofike se e fundit. Vesh pa, edhe një herë pyjtjen? A e ki edhe një të javë? Hajde të pyjtë, ndroja pyjtë. Nuk ka kongë që se kom qitë, po s'po dihat po. S'po do mu përgjithë. Pse s'ka bashkëpunime në album? Në albumet e tua. Kjo ja bon album komplet me dikën, ja se përfshin hiç kërkon. Gam, une e du industrinë e muzikës edhe të gjithë artistat shqiptar që i kom bashkëpunu me ta edhe do të bashkëpunoj. A mosh një numër ngisht, a mujna mi numru me kënë ke bashkëpunu? Mos më ndërprejt lutna. Edhe se di pse, po edhe të albumi tjetër, do me thonë albumi i kalum, edhe të albumi Therëm sot dhe se nesër, nuk më dash më shti kërkan album. Po pse dhe po pës? Po pse është albumi jam, kongë të mija dhe më dash vetë me qitë. Është albumi i dytë. Kaj, për fatësus ligjorët i... Të albumi i tretë, normalisht kom qaf me bu bashkëpunime me... Krejt bashkëpunime. Pas ke plot kongë që t'anë metë, kështu që vitin tjetër. E ke bo një farë pattern kështu, po qëtë album fund vitit, të në vitin për promovan, tani në fund vitit tjetër, edhe një album tjetër, tani të pëthon... Po, pa të thy për shmërin 2026, s'ku me lanë. Vitin e kalum ke përshu të vjetë, sa herë Ty ben nuk të më kja analizu që ka shmirë. Kur e kena një koncert një nej për këtë album? A përshë, ti garant ke menu që e qes edhe albumin edhe kom naj koncert. A përshë që ti kena dolbi? Jo, për koncert s'ku menu. Një nej. Klaba në ka një herë në fund vit, tani. Krejt që ka më thonë është në vitin 2026 këtë zamrën bre kom javë kënash. Qaq. Faleminderit që na ke kënaqur zemrën edhe sot, faleminderit që na kënaq zemrën çdo ditë me muzikën tonë, edhe faleminderit që e ke nda kohën për me qenë pjesë e Glam Radios edhe Koha Vizionit. Për ndryshe po duhet ta dhani një lajm, ty edhe krejt shikuesve që po na shohin. Kjo është intervista e fundit që bëhet në bashkëpunim me Glam Radion dhe me Koha Vizionin. Sa çfarë po ndodh?
Se prej janarit ne e përmbyllim me një yll me Koavizionin, në Glam Radio kena me vazhdu gjërë, po bashkëpunimi mes Glam Radios dhe Koavizionit, do më thonë është intervista e fundit që është bo, edhe kena përzgjedh po me pas dikon si yllin për me qenë. Faleminderit. Unë falenderoj për ftesën, jam kënaq edhe krejt radiot, po këtë rast Glam Radion, po du mi falenderu që Ilshani këngët e mija, më në mësë milshu qatë shpesh sa Ilshani, po faleminderit se për çka e mas shumë të i lumë të nështë që njerëz i kanë këthy syt edhe vesht, se me vedon ka radio prap, edhe që e që ishdo është moti. Që është moti, kështu që ka ndimu ka pak edhe podcast, edhe njerëzit janë të këthy kasanet që janë ma autentike dhe ma të afërta. Gëzuar 2026-ën, për këtë juve që na keni dëgju, nëse ju kena pëlqy, nëse ju kom pëlqy, faleminderit, nëse ju kom shku nerva, keni të drejtë, jam me juve të dashur. Faleminderit shumë, edhe më mirë që edhe ti je këtu intervistave, se je i kanë shumë për intervista. O, në zotë e den. Real, tash 3 vjetë s'dal intervista. Okej, tash aty ti e den. Qa thojnë simp një pyetje për fund, me pi me 2 shishe? A thojnë a i sen? I marrë 2 gra. I marrë 2, jo i bjerë që i apet mes 2 limonve. Dëgjojmë pas pak në Glam Radio.